forcat serbe, 422 masakra janë. 422 masakra. 400 me cifër, se ndëgjoj ka në opinionën të drejtë nuk. Dhe sa të vrarë kishte në gjithë? 13.500 në diçka janë, do të thotë. 13.570 duket, saksisht. Edhe 1.600 janë të pagjetur ende. Do thënë për 13.000 shqiptarë të Kosovës të vrarë dhe 1.600 të pagjetur, trupat të pagjetur, dënohen 4 drejtues të UÇK-s që donin të mbronin popullin. Jo, desha me dalë të tërkun. Jo, gabim. Thash për 13.000 të vranë. Po. Janë dënuar 7 serb. 7 serb. 7 serb, do të thotë. Nikola Shajinović, Pavković, i ushtrisë serbe, Sokolović, ndëgjon. Vetëm shtatit, po ndëgjon dënimin ti. Të shtatit i kanë marrë 124 vite burg. 124 vjetë. Edhe nga 124 vjetë, ndëgjo, nga dënimi i shkallës parë, se nga apeli dhe nga Supremja e Hagës në atë kohë, prej 18-ve kanë rënë 11 vjetë, dikun janë në 100 vite burg, për vrasjen e gjykimin e 7 kriminalëve serb. Do me thënë, për 13.000 shqiptarë të Kosovës të vrarë dhe 1.600 të zhdukur, janë dënuar vetëm 7 serb, me gati 100 vjetë burg. Po. Për 4 që donë të mbronin popullin, janë 180 vjetë burg. 180 vjetë burg. Edhe, me bazë, asë një argument, vetëm si strukturë komanduese të thonë, pse i kanë rrafë, pse nuk ju keni e buk me tamam si që duhet me regula ndërkombëtare, edhe gjëra kote. Okej, foto tjetër? Ndërkohë, unë, Astrid, do të... Tani, kam bërë këtu kam nxjerrë një deklarat, një, po themi, ikonike e shkrimtarit madh Ismail Kadare. Çfarë ishte UÇK-ja? UÇK-ja është dalëzotse e kombit. UÇK-ja u shfaq si shpëtimtare e kombit shqiptar. Me rolin e saj kolosal, historik, UÇK-ja bën pjesë në historinë morale të kombit shqiptar. Pra, nëse ndodh kjo që dënohet UÇK-ja, ka rënë dhe morali i kombit shqiptar. Absolut. Ja, për shembull, për çka dënohen, nëse dënohen, se unë kam shumë frikë, edhe po e marrë të mirë qenë, po e vej vetën në atë pozicion, po dash të randoj çështjen edhe pse çështja në tash ka përfundu. Na kemë raste konkrete, me emër me mbiemër që dalin familja Mushk Jakupit, familja e Dan Lepri, do të kemë to edhe në televizionet serbe, që dalin thojnë kam vra kaq shqiptar, kam dhunu kaq femra shqiptare, shqiptarjen edhe ata, nga Kosova, edhe supozojnë njëri nga ta është në zanë dhe ekzekutuar. Qërë për çka dënohen. Unë nuk e kuptoj vetëm një rast. Dënimi, po mendoj, pasojat për kolaboracionistët ne i kemi pa pas luftës dytë botërore. Vetëm Norvegjia i ka 11.000 të vram për kolaboracionizëm me Hitler. 11.000? 11.000. Po flasë cifra edhe këto janë jo që i kam kriju në kjenë statistikat e Evropës. 13.700 janë të vramë në Fransë. 57.000 janë dënuar për kolaboracionizëm me Gjermanë. A u dënuar në një Rus nga ata që kundërritën në Berlin kryen ato krime monstruoze? Kryen ato krime monstruoze në Münster, përdhunime, grash, vajzash? Të mërshme. Asnjëri su dënuar. Tani, unë do bëj publike, Astrid, një lajm, një raportim që kam bërë në vitin 1999, e kam shkruar në faqen time në Facebook. Është një krim monstruoz që është aq i rëndë sa unë nuk e vija dot me foto as lajmin e botuar në gazetën Koajon në atë kohë në 3 prill të vitit 1999. Unë kam qenë me një gazetar të The Independent, një gazetar britanik, nga shqiptarët që vinin dhe instaloheshin, Astrid, në kampin e refugjatëve afër liçenit artificial të Tiranës, morëm një dëshmi të një nëne që ishte me 2 vajza, të cilit i kishte ndodhur një krim i tillë.
ato ndodheshin në shtëpi dhe bashkë me foshën disa muajshe, hynë forcat serbe dhe i lidhën sigurisht dhe i pren kokën, më vjen keq ta tregoj këtë, po unë duhet ta them sepse unë jam gazetar, është një gjë shumë e rëndë, po duhet ta them. Dhe i pren kokën foshnjës, e ja hodhën në supën, në tenxherën me supë ku po hanin ata dark, dhe i thanë atyre që hajni ju tani, se s'kisht misht në atë. Është rrënqetëse, është makabre, po unë duhet ta them këtë dhe kur e ka marrë këtë dëshmi, unë e di se si e kam mbajtur shënim, sepse edhe blogun e kam sot, e kam blogun ende ku kam mbajtur ato shënime. Fati i madh, Astrid po e them këtë, ishte fati i madh sepse aty kanë qenë 2 prokurorë të Tiranës dhe e kanë marrë dhe ata dëshminë dhe e kanë futur në dosjen që Prokuroria e Përgjithshme e Shqipërisë paraqiti në Hag. Unë nuk e di sot ku është ajo dosje në Hag, po e di që e kanë çuar në Hag. Prokurori i Përgjithshëm atë ka qenë Arber Akipi dhe e di shumë mirë këtë, sepse jam marrë goxha me atë, dhe e botova në gazetën Koajon. Për shkak Astrid se YouTube-i nuk e pranon këtë, dhe t'je di edhe rrjetet sociale dhe Facebooku, unë nuk e vendosja dot atë foton e lajmit, por këtë dëshmi që e botova, e riktheva në Facebook pardje, u pasua dhe me shumë dëshmi të tjera, edhe një prej tyre që më bëri shumë përshtypje ishte Milena Arito, ish ministre e qeverisë Rama, e qeverisë parë Rama, tregoi një rast tjetër ku babai i saj i ndjerë, profesor Fatos Arito, një mjek ligjor i njohur, duke punuar në Kosovë mas 98-ës, mas 99-ës për identifikimin e trupave, kishte treguar dhe ai gati një histori të njëjtë që kishin detyruar një prind që të konsumonte mëlçin e fëmijës së therrur që e kishin bërë copa. Janë rrënqëse, nuk e di, domethënë të përdorësh këtë fjalor. Por që ne sot dëgjojmë këtë, Astrid, këtë vendim të turpshëm, këto kërkesa të turpshme të prokurorisë, dhe ndërkohë ne gazetarët kemi qenë dëshmitar, edhe pse nuk ishim atje me ata pra në Kosovë, po këtu nga ata që u kishte ndodhur, kjo është nuk e di. Zoti Xhevoku, këto janë me raste të shumta gjatë luftës në Kosovë. Unë kam raste në fshatin tim, të edhim, kam mbi 100 vrarë në fshatin tim. 100 vrarë? Në cilin fshat? Unë kam një rast Lubenic, në fshatin Lubenic. Lubenic? Me y, Lubenic. Po? Edhe kam një rast ku nena ka qenë handikape, familjes Alimeja, ka qenë e paleveshme, e pamundur. Ka pas djalin 17-18 vjeçar Fatmirin. Po? Ka pas nga një aksident që i ka ndodhur atij në fshat, ka pas syrin e dalën komplet, do të thotë, trurin e dëmtuar dhe ka qenë 100% handikap, do të thotë i pavetishëm. Po? Edhe jo vetëm handikap, po edhe i paleveshëm, edhe me të meta fizike, me aftësi kufizore fizike, po edhe handikap 100%. E kuptoj. Nana, djali edhe Leonardi, fëmiu i vogël, 5 vjeç, lëre që i kanë vra, këto i kam gjetë kufomat vetë. I kishin vra këtu të strehume në pëll, i kishin vra nana e pështetne për lisi kështu, për druni, i kishin vra e paleveshme nana, Fatmirin e kishin vra të paleveshme edhe me që ka qenë handikap, edhe Leonardin e vogël, dhe në prehrin e asaj nane të paleveshme, jo kishin shti flakën për mu djeg, do të thot, edhe ishin djeg dhe i të kembet, ish nalë zjarri, do të thot, ato krimi i kanë bo. Edhe, për flasë, pikrisht për bashkë vendës mi, edhe